Spanjollët u gëzuan të martën në mbrëmje ndërsa Gibraltari hapi portat e tij pas 3 shekujsh. Në mesnatë, policia u tërhoq nga postet e tyre dhe gardi kufitar u hoq plotësisht ndërsa Fabian Picardo, kryeministri i rajonit, shtrëngoi duart me Juan Francon, kryetarin e bashkisë La Linea de la Concepción, qytetit fqinj spanjoll. Mira njerëz nxituan përtej kufirit në të dyja drejtimet, me spanjollët që valvisnin flamuj dhe mbanin veshur fanella futbolli, duke festuar gjithashtu dhe fitoren e vendit të tyre në gjysmëfinalen e Kupës së Botës ndaj Francës. Por britanikët që duan të hyjnë në territor nuk mund të kalojnë kaq lehtë. Qytetarëve britanik tani do të kontrollohen gjurmët e gishtave dhe pasaportat kur fluturojnë për në Gibraltar, sipas kontrolleve të reja kufitare pas Brexitit, ndërsa spanjollët dhe të tjerët nga zona Schengen e Evropës mund të lëvizin lirisht në Gibraltar. Vende si Britania e Madhe duhet të përballen me kontrollet biometrike të sistemit të hyrje-daljes së BE-s, çka ka ngritur frikën për sovranitetin dhe radhët e gjata. Ceremonia e thjeshtë u zhvillua disa orë pasi përfaqësuesit e Britanisë së Madhe dhe BE-s nënshkruan një traktat në Bruksel për të zgjedhur marrëdhënien e Gibraltarit me Bashkimin Evropian dhe fqinjen e saj Francën, që u ndërlikua nga Brexiti. Dalja e Britanisë së Madhe nga BE-ja nënkuptonte që një kufi i fortë duhej të vendosej mes Spanjës dhe territorit britanik, duke i dhënë një goditje ekonomisë së Gibraltarit, e duke penguar vizitorët dhe më shumë se 15.000 punëtor që kalojnë nga ana spanjolle çdo ditë. Hapja zyrtare e kufirit në mesnatë të martën lejon lirinë e lëvizjes sipas traktatit historik mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë. Kjo erdhi pas vitesh debate pas Brexitit. Maroš Šefčovič, negociatori i BE-s për Brexitin, e përshëndeti marrëveshjen si historike, pasi e nënshkroi atë në Bruksel të martën me Stephen Doty, një ministër shteti për Evropën. Pedro Sánchez, kryeministri spanjoll, e festoi këtë veprim si muri i fundit i Evropës që porrëzohet. Territori britanik i kontestuar përtej detit me 38.000 banor ndodhet në skajin jugor të Gadishullit Iberik, në një vendodhje strategjike vetëm pak kilometra larg Marokut, ku Oqeani Atlantik takohet me detin Mesdhe.